Arsimi profesional po fiton gjithnjë më shumë terren në zgjedhjet e të rinjve. Viti kaluar shënoi rekordin e 25 viteve të fundit me 19.2% të nxënësve që zgjodhen shkollat profesionale, sipas Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Ky interes në rritje lidhet me zgjerimin e arsimit dual, ndërkombëtarizimit dhe mbështetjen financiare për nxënësit. Kështu vitin e kaluar u shënua shifra rekord prej 19.2% më e larta e regjistruar në 25 vite në arsimin profesional. Qeveria miratoi dhe një rritje të bursës për nxënësit e arsimit profesional. Për vajzat që ndjekin arsimin profesional ka gjysmë burse, gjithashtu jepen bursa për drejtime të veçanta më pak të preferuara si bujqësi, veterinari, gjeodezi. Gjithashtu jepen dhe për grupet vulnerabël me të ardhurat të ulta. Një është arsimi dual dhe një është ndërkombëtarizimi dhe i binjakëzimi me shkolla ekselence. Qeveria miratoi dhe një rritje të bursës që do jepet për nxënësit e arsimit profesional. Vajzat që ndjekin arsimin profesional ka gjysmë burse, jepen bursa edhe për drejtimet e veçanta që janë më pak të zgjedhura ose ndoshta më pak të preferuar nga të rinj tani më, siç mund të jenë bujqësia, veterinaria, gjeodezia dhe drejtime të tjera specifike. Gjithashtu jepen bursa edhe për grupet vulnerabël. Drejtimet kanë ardhur në rritje, 40% nxënësve hyrin në tregun e punës në 6 muajt e fundit. Sot ne jemi në shifrën e 63%, por çfarë shohim paralelisht, shohim një rritje të nxënësve që ndjekin arsimin e lartë. Sot arsimi profesional ofron 27 drejtime në 31 shkolla publike në të gjithë vendin. Hoteleri, turizëm, teknologji e informacionit, mekanik dhe elektronik mbeten profilet më të kërkuara, pasi garantojnë mundësi të larta punësimi. Drejtimet kanë ardhur në rritje e për të mundësuar çdo dëshirë profesionale që çdo i ri apo e re ka. Lidhja e arsimit profesional me tregun e punës, 40% të nxënësve hynin në treg pune gjatë muajve të fundit të studimit. Sot është 63%, por shohim edhe rritje të nxënësve që ndjekin arsimin e lartë. Ndërkohë, regjistrimet për klasat e 10-ta janë hapur, aplikimet kryhen përmes portalit e Albania, ku nxënësit mund të zgjedhin shkollën dhe drejtimin që dëshirojnë deri në datën 30 shtator.